a ka mundësi me më tregu çka me ba kur i Fejumi, domethënë i thot kësaj motrës, kimi ba senet veç çka të tham unë. Motër, kjo është e kanë pak ma gjënsisht me spjegu, fillimisht qysh e ke gjetë atë djale, atë kanë gjetë printa jo, me u konsultu me printet tu, apo thjesht e ke gjetë që atje në rrugë edhe në internet, edhe tash normale që lunë kështu me ty, edhe shitët ka padai, a është njeri që i tutët Allahu Gjeleshanu apo jo. Na themi në Islam nuk duhet me thonë veç unë që ka të thamë, po më varët cile e ka mirë, e për me ditë cile e ka mirë, duhet me këshyrë qeqër për fletë, apo folë që ka thonë Zotit dhe pejgamberi sallasem, apo si pas mendjes vetë. Nëse e ka mirë gruja, edhe e thot për mes fjales vetë një jetë, një hadith edhe është e sakt, atër duhet me ngu burre. E kjo diktaturë në këtë formë nuk është në regull, por fjallën primare, dhe më thonë, në shikim të parë, nëse themi, ka përparsi buri me u dëgju nga shenja e respektit, po s'do me thonë që nëse nuk ja qëllon me dëgju. Ta shti që ka me po, unë nuk tham as duraje këta, as në nështrajo, as nuk tham ndajo. Ti ajo e cila vendosë a kime mujt me duru, apo jo. Por e këshilloj këta djemë të ri, se ndoshta këta kanë qështë euforike, edhe pastaj bin këta. Janë tipat se dojnë me tregu burni dhe banë parat Fejumës, inshallah ta'ala me sabër, me menquri, me mështete dhe duat Allahu Gjeleshanu, inshallah zbutë.